Në një takim elektoral, kreu i socialistëve Edi Rama i ka cilësuar burrat e Dibrës si qyryk. Kur e dëgjoni këtë deklaratë, çfarë ju shkon në mendje? Më vjen turp. Sinqerisht më vjen turp që më përfaqëson një kryeminist i tillë. Por më vjen turp edhe që Dibranët rrinë, nuk flasin dhe quajnë vetë shqiptar, turp të kenë. Duhet ishin ngritur të tërë dhe t'i thoshin ti zotëri, ku ti thua qyryk? Ku ti thua ti që u drejtohet grave Dibrani, u thot gjysmat e grave dhe ti lënë burrat. Pse i do për vete ato që do lënë burrat, ku do i qoj? Këta janë deklarata të turpshme. Por, më dëgjoj tani. Ua bën mirë. Ua bën paq fare. Ashtu e meritojnë. Atë kryeministër meritojnë shqiptarët. Mbështeten gjithë ua bën mendje sallat, ai të mos e vat llafin tjetër. Ua bën mendje sallat e dirame me batuta edhe me batuta bajate që të vjen për të vjellë kur i dëgjon dhe thon po ky që nga i mirë që nga për neve. Aq bën e dirama. Por që të tillë ofendim që t'ua bëj Dibranëve, ku jeni mor Dibranët e 12.000 turqve që vrat në Dibër? Ku jeni? Kanë lënë far pas ata Dibranë, ata burra, apo janë shuar burrat e Dibrës? Çoni mor thuaj tregojnë vendin këtij njeriu, këtij bastardi që po ju thot jeni qyryk. Po duhet jeni qyryk derisa e dëgjoni, derisa nuk ndiheni. Diçka di ai, se kot nuk e thot. Vetë thot kur veles po ja mbajti. Vetë thot janë qyryk. Ati ku ka, dhe ata thot mirë ditë. Po e thot në Dibër, pse thot në Dibër? E thot se ka gjetur vend. Por në bujthirje qytetarëve të Dibrës, kudo që janë brenda dhe jashtë Shqipërisë, të ngrihen dhe të bëjnë peticione dhe të kërkojnë urgjentisht largimin e këtij njeriu jo nga kryeministria apo se po nga politika, dhe të përzihet të qërohet jashtë Shqipërisë. Ky që ofendon popullin e tij. Ky që ofendon ata të cilëve u kërkon votën, po me çfarë fytyrë u kërkon votën more njeri këtyre njerëzve që ti i ofendon në mënyrë kaq të poshtër, kaq të ulët. Nuk e di që janë këta Dibranët, nuk i kam njohur. Rrofs kjo deklaratë e Edi Ramës për të njohur Dibranët. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se deri më tani nuk e tregon se sa mandate do të marrë në zgjedhjet e 11 majit, por kur të shkoj në Kuç, do t'i tregoj atje një për një se sa mandate do të marrë në zgjedhjet e 11 majit. Dhe Kuçit Edi Rama nëpërmjet firmës Gjoka i ka marrë ujit. Dhe do thaj lumin e Vlorës. Dhe natyrisht firma Gjoka ka marrë tenderin, por ujin e merr tjetër kush. Uji do të shkojë resorteve në palas. Dhe është mashtrim i pashëmbull që vetë edhe thot do të çojmë ujin në Himar. Uji që do marrë në Kuç është vetëm për resortet, aq uji ka. S'ka ujë për të furnizuar Himar. Veç asaj Himara mund ta marrë ujin nga të doj. Dhe me qëra rasti unë jam kontestuar nga Zoti Samir Mane, më ka ardhur një njoftim sot, i cili proteston se unë gjasme e pas kam ofenduar që kam thënë oligarku Samir Mane kërkon që të marrë ujin e Kurveleshit, të lumit të Vlorës dhe të Tragjasit. Unë jam përfaqësuesi i banorëve të Tragjasit. Dhe kam qenë në mitingun në protestën që kanë bërë banorët e Tragjasit, duke akuzuar direkt Samir Manen, dhe ndërkohë kam qenë edhe në emisionin që ka bërë zoti Erion Skëndaj në emisionin Fol. Është bërë një orë emision dhe qytetarët e Tragjasit kanë protestuar në mënyrë unanime që ujit nuk e lëshojnë. Pra, unë i them nëpërmjet ekranit tuaj i them zoti Samir Mane, unë nuk e kam gjë me ty se as i njoh as me njeh. Por që të kërkosh të vesh të marrësh ujin e Kurveleshit, ky është në radhë parë njerëz një krim. E dyta është një mospërfillje, e treta është një tallje me banorët e asaj krahine që sa kërkon të marrë ai ujë, ata kanë derdhur gjak për atë tokë. Pra Edi Rama duhet të mendoj mirë për ato krime që bën, sepse edhe Samir Mane në fut në sherr me ata dhe me mua natyrisht, si avokat i tyre, por edhe tallet me ta dhe kuptohet se duke mbetur në krahin vetëm
5 veta, 5 komunistët ti që kanë 5 vende në zyra, se të kanë vetur njëri atje që të ketë bizneset punoj. Ka nikur. Dhe ata prandaj është popullojnë popullsin që të marrin pronën, dhe pronën po ja marrin. Për këtë do vetë zot Edi Rama në kuq, iko vllai dashur se në fakt ata aty meritojnë dhe buan mirë kuqjotëve, sepse kuqjotët janë ata të dizet e dishit, thoshin kuqjotët. Kështu i thanë dikur Pilo Peristerit. Jemi të dizet e dishit, i thanë të tërë, tani të hanë të pinë dizet e dishit. Se ai do të amarrujt. Unë isha atje para 20 ditësh, pas që po shtroshin tubat, kishin quar shumë tuba, poshtë në Lasko kanë filluar, kanë bërë matan, kanë bërë dhe tunelin, do çojnë ujë, edhe mirë të bëj halal e pas. Këta kështu e meritojnë, ata njerëz atë këtë lloj qeveri meritojnë. Sa mandate mund të marrë Edi Rama në këto zgjedhje? Sa ti ketë bërë pazaret me Berishën. Varet, si kanë në dakord. Listat e mbyllura janë tamam pazari që është bërë me kohë. Ore, si do që të votojnë shqiptarët, ata do t'i marrin votat vetë midis njëri tjetrit, ka mbaruar ajo punë. Do t'i ndajnë bashkë. Do qeverisin bashkë, pra do qeverisin superstruktura e partisë Punës Shqipërisë. Ka që thjesht. Ndërkohë, deputeti socialist Fatmir Xhafaj në intervistë televizive ka deklaruar se tensionet brenda Partisë Socialiste do duhet të shmangen, pasi mund të arrijnë në një pikë vlimi që më pas mund të jenë shumë të dëmshme. Ju si mendoni, pas zgjedhjeve të 11 majit, a rrezikon që Partia Socialiste nëse humbet zgjedhjet të përfundojë më keq se Partia Demokratike? Dash zoti dhe fjala ajo të vaft të vesh të zotit, ashtu u bëfshin. Janë përgjegjës, janë fajtorë për këtë situatë që ka Shqipëria, kanë 80 vjet që e qeverisin. 80 vjet fikse vjet, që nga janari i 45-s e sot e kësaj dite. Nga ana tjetër, ish kryeministri Sali Berisha kërkon që të vinë në pushtet me çdo kusht, nisur sipas tij edhe nga ndihma e amerikanëve dhe një prej tyre është Kris Lasivita. Si mendoni, sa po e ndihmon Berishën Kris Lasivita për të ardhur në pushtet? Sa kamarierë amerikanë kanë ardhur këtu të bëjnë fushat për Sali Berishën, se s'po të marrë vesh këllësit amerikanë. Kush është përfaqësuesi i shtetit amerikan aty? Asnjë. Ai gjen ata pasuesit e tij, miru a bën. Miru a bën. Dëgjoj, janë krijuar dy banda politike, nuk janë më parti politike, nuk janë adetare, se kam dëgjuar asnjëherë Sali Berishën që të flasi për siguracionet e qytetarëve, për vitet e pensionit që ua heqin në mënyrë artificiale, s'ke atë vit, s'ke këtë vit, i ke gjej ato mandat pagesat, i ke gjej librin e pagesave, i ke gjej nuk e keni ide se sa dhjetra pengesa u nxjerrin sigurimet shoqërore qytetarëve që duan të dalin në pension, sepse me çdo kusht duan të ulin numrin e pensionistëve, numrin e viteve të pensionistëve. Dhe nga ana tjetër, ky është në pushtet, vazhdimisht rrit moshën e pensionit. Do t'i çojë deri në 80 vjeç të dalin në pension njerëzit. Se atë urdhër ka marrë nga Christine Lagarde. Ajo që ka qenë edhe ndoshta është akoma drejtoresh e Fondit Monetar Ndërkombëtar.